Dhjetori hap portën e madhe të fatit. Çfarë pret çdo shenjë në muajin e ndryshimeve? Dhjetori është muaji ku universi nuk flet me gjysmë zëri, por me sinjale të qarta. Ky muaj mbyll cikle të vjetra dhe hap porta që kanë pritur gjatë. Disa shenja marrin një bekim të papritur, disa ngrihen mbi veten, disa detyrohen të përballen me të vërteta që nuk mund t'i shtyjnë më. Kjo energji e fundit e vitit është si një provë shpirtërore. Çfarë je gati të lësh pas dhe çfarë je gati të marrësh me vete në vitin e ri? Nëse zemra jote ka pritur një shenjë, ajo vjen këtë dhjetor. Dashi, dhjetori të vë përballë një muaji që kërkon vendosmëri, por edhe një reflektim të thellë mbi mënyrën si ke vepruar gjatë vitit. Mund të marrësh një shtys për të mbyllur projekte të hapura dhe për të hedhur hapin drejt diçkaje të re, sidomos në punë ku shfaqen mundësi që lidhen me rritje profesionale ose ndryshim pozicioni. Në dashuri, ky është muaj që kërkon sinqeritet total. Ose hapeni emocionalisht, ose largoni çdo gjë që ju ka lodhur. Beqarët kanë një shans të ardhë drejt fundit të muajit për një takim të rëndësishëm. Financat stabilizohen, por kërkojnë kujdes ndaj shpenzimeve impulsive. Dhjetori të jep mundësinë të riformatosh ritmin e jetës me më shumë qartësi dhe guxim. Demi, dhjetori sjell qetësi të thellë të brendshme, por edhe një ndjesi të qartë se je gati të dalësh nga zona e rehatisë. Në punë mund të ketë lëvizje, ndryshime orari, përgjegjësi të reja ose një diskutim që të vendos në pozicion më të fortë. Në dashuri kërkon stabilitet, por universi të shtyn të dallosh nëse kjo që ke është vërtet ushqyese apo thjesht e zakon. Beqarët tërhiqen nga dikush i qëndrueshëm emocionalisht. Në financa, dhjetori është muaj i mirë për planifikim, ulje shpenzimesh të kota dhe ndërtim të terrenit për vitin e ardhshëm. Energjikisht, je gati të heqësh dorë nga kujtimet të vjetra që të kanë mbajtur pezull. Ky muaj rikthen toksimin dhe sigurinë që ke kërkuar. Binjakët, dhjetori të sjell një val aktivitetesh, telefonatash, idesh të reja dhe lëvizjesh që nuk të lënë të qetë. Ky është muaj ku komunikimi bëhet arma jote kryesore, por edhe burimi i keqkuptimeve, ndaj duhet të jesh më selektiv me fjalët. Në punë shfaqen projekte të reja që kërkojnë kreativitet dhe ritëm të shpejtë. Në dashuri, ke nevojë për një lidhje që të pasuron mendërisht, jo që të rrëmben energjinë. Beqarët mund të kenë një njohje të papritur në javën e tretë të muajit. Financat ndryshojnë sipas vendimeve të shpejta, prandaj qëndro i matur. Dhjetori të jep mundësinë të mbyllësh kapituj të vjetër mendërisht dhe të hapësh ndaj një perspektive krejt të re. Gaforja, dhjetori prek zemrën tënde më shumë se çdo muaj tjetër. Është periudha ku e kupton qartë se cilët njerëz të kanë qëndruar pranë vërtet dhe cilët jo. Në punë mund të ketë lëvizje emocionale, një ndryshim, një vendim nga e prorët ose një moment ku duhen pranuar përgjegjësi. Në dashuri, ky është muaji i vulnerabilitetit, por edhe i shërimit. Lidhjet e forta bëhen më të thella, ndërsa ato të lodhura marrin një pauzë ose mbyllen me qetësi. Beqarët marrin një sinjal të fortë shpirtëror nga dikush i ri. Financat janë të qëndrueshme, por mos bëj shpenzime për nostalgji. Dhjetori të forcon emocionalisht dhe të përgatit për një kapitull më të qartë. Luani, dhjetori të shtyn drejt skenës, por këtë herë pa dramë, pa lodhje dhe pa nevojën për të provuar veten. Në punë vijnë mundësi për të treguar leadershipin tënd, qoftë përmes një projekti të ri, qoftë përmes një zgjidhjeje që vetëm ti mund ta ofrosh. Në dashuri, ky muaj sjell sinqeritet më të thellë. Disa prej jush afrohen shumë me partnerin, të tjerë kuptojnë se kanë pritur më shumë se sa duhet. Beqarët janë në kulmin e karizmës. Financat rriten gradualisht, sidomos nga puna shtesë. Dhjetori shpall një rigjallërim të vetbesimit tënd dhe të rikthen të drita jote e brendshme, pa maska dhe pa presion. Virgjëresha, dhjetori vjen me një nevojë të fortë për organizim, qetësi mendore dhe vendosje të prioriteteve. Në punë, struktura jote e brendshme është e nevojshme për të menaxhuar ngarkesën e muajit dhe dikush mund të vlerësoj për profesionalizmin.
Në dashuri kërkon stabilitet emocional dhe dhjetori sjell biseda të rëndësishme që sqarojnë shumë gjëra. Beqarët mund të ndjejnë tërheqje ndaj dikujt shumë të qetë dhe me energji të pastër. Financat kërkojnë rishikim të kujdesshëm, sidomos në pjesën e shpenzimeve të vogla por të shpeshta. Ky muaj të jep mundësinë të vendosësh themelet për një fillim shumë më të qëndrueshëm në vitin e ri. Dhjetori të qetëson dhe të jep qartësi. Peshorja. Dhjetori sjell një test të balancës tënde. Mund të duhet të zgjedhësh mes dy rrugëve, dy roleve ose dy detyrimeve, por këtë herë universi të shtyn të mos sakrifikosh veten vetëm për të kënaqur të tjerët. Në punë, bisedat janë serioze dhe kërkojnë drejtësi, qartësi dhe pozicionim. Në dashuri, ky muaj sjell energji të buta dhe të thella. Marrëdhëniet e vërteta forcohen, ato të paqarta marrin drejtim. Beqarët tërhiqen nga dikush estetikisht shumë i bukur, por vendosja emocionale është çelësi. Financat pozitive, por kërkojnë ekuilibër mes dëshirave dhe detyrave. Dhjetori vendos themelet e vitit të ri duke të mësuar të thuash, po ndryshe dhe jo më qartë. Akrepi. Dhjetori është muaji ku ndriçohen të vërtetat që ke shmangur. Mund të marrësh një lajm, një qartësim, një zbulim që ndryshon mënyrën si e shikon një situatë. Në punë, fuqia jote intuitive të jep avantazh në çdo vendim. Në dashuri, pasioni rritet, por edhe kërkesa për sinqeritet. Lidhjet e thella forcohen, ndërsa ato toksike priten një herë e mirë. Beqarët mund të kenë një tërheqje intensive me dikë misterios. Financat luhaten në fillim, por stabilizohen drejt fundit të muajit. Dhjetori të jep mundësinë të rilindësh në heshtje dhe të largohesh nga gjithçka që të ka dëmtuar. Ky është muaji i transformimit tënd të vërtetë. Shigjetari. Dhjetori është muaji yt i zgjerimit, por këtë herë zgjerimi vjen bashkë me reflektim të thellë. Mund të shfaqen mundësi udhëtimi, projekte online, ose ide të reja që të frymëzojnë. Në dashuri je më i sinqert, por ki kujdes të mos jesh shumë i drejt për drejt me njerëzit e ndjeshëm. Beqarët kanë shanse të njohin dikë jashtë rrethit të zakonshëm. Financat përmirësohen ngadalë dhe sjellin një stabilitet të fortë drejt fundit të muajit. Dhjetori të mëson të mos ndjekësh vetëm emocionin e çastit, por të investosh në atë që të jep kuptim. Ky muaj të hap një horizont të ri në vetbesim dhe drejtim shpirtëror. Britsjapi. Dhjetori të ndriçon me qartësinë e rezultateve. Ky është muaji ku sheh qartë sa ke arritur, çfarë ka funksionuar dhe çfarë duhet ristrukturuar. Në punë vjen një vlerësim, një mundësi ose një përgjegjësi që tregon se puna jote ka dhënë frytet. Në dashuri kërkon stabilitet të vërtetë, jo asnjë lojë. Beqarët tërhiqen nga dikush me qëndrueshmëri dhe maturi. Financat rriten ngadalë dhe sigurt, sidomos drejt mesit të muajit. Dhjetori të jep një ndjenjë të fortë sigurie, ndërsa universi të fton të pushosh, të tokëzohesh dhe të përgatitesh për një vit të ri shumë më të ndritshëm. Ujori. Dhjetori frymëzon kreativitet, ide të pazakonta dhe një nevojë të fortë për liri personale. Në punë mund të shfaqet një projekt që nuk i ngjan asgjë që ke bërë më parë. Në dashuri kërkon hapësirë dhe sinqeritet absolut. Lidhjet e vërteta forcohen kur dy njerëzit pranojnë ritmin e njëri tjetrit. Beqarët mund të kenë një njohje shumë të veçantë me dikë që mendon ndryshe nga masa. Financat kërkojnë sistemim dhe planifikim. Dhjetori të jep mundësinë të shkëputesh nga modelet e vjetra dhe të krijosh një mënyrë jetese më autentike. Është muaji i rigjallërimit të vizionit tënd personal. Peshqit. Dhjetori të gjen emocional, intuitiv dhe gati për një pastrim shpirtëror. Ëndrat intensifikohen, sinjalet rriten dhe ti e kupton qartë kur një situatë ka mbaruar dhe kur një derë e re po hapet. Në punë, energjitë janë të buta, por të sigurta. Projekti i duhur vjen drejt fundit të muajit ose në ditët e para të vitit të ri. Në dashuri, ke nevojë për një lidhje me shpirt të sinqertë, jo për diçka të cekët. Beqarët tërhiqen nga energjitë e ngrohta dhe shpirtërore.
Financat kërkojnë tokëzim, mos i lini gjërat pezull. Dhjetori mbyll një kapitull të rëndë dhe hap një tjetër shumë më të dritshëm. Ky është muaji i rikthimit të forcës tënde të brendshme. Nëse energjia e dhjetorit të preku në qoftë edhe në një fjali, është sepse universi po të përgatit për kapitullin e ri. Shkruaj në komente. E hap portën e fatit tim për të aktivizuar bekimin e muajit. Mos haro të bësh like, të abonohesh në Zërin e Universit dhe ta shpërndash videon që energjia e dhjetorit të arrijë të ata që kanë nevojë. Universi nuk gabon, vepron gjithmonë në kohën e duhur.